Ministri Brendshëm Ervin Hoxha ftoi të rinj dhe të reja që përfundojnë maturën të aplikojnë në Akademinë e Sigurisë. Gjatë një vizite që zhvilloi në ambientet e këtij institucioni të martën, Hoxha pa nga afër masat e marra për vitin e ri akademik dhe për procesin e përzgjedhjes së kandidatëve të rinj. Shkolla e Policisë ofron një formim cilësor, modern dhe të përputhshëm me standardet europiane të sigurisë publike. Bëri me dije ministri, këtë vit janë parashikuar 150 kuota për të pranuar në Akademinë e Sigurisë. Pra edhe njëherë, një maturant i cili përfundon maturën e tij, dhe nëse neve pyesim përse duhet zgjedhë Policinë e Shtetit, arsyeja sepse i duhet zgjedhë Policinë e Shtetit është sepse Policia e Shtetit e para është një profesion, e dyta është një e drejtë e garantuar nga Akademia e Sigurisë. Kjo akademi tashmë është e akredituar dhe një nga pjesa më e rëndësishme është edhe pagesa të cilën këta maturant marrin, e cila është një motiv për të krijuar një jetë të re, një profesion të ri, një vizion të ri për sa i përket profesioneve të lira. Gjithashtu, unë i bëj thirrje edhe një herë të gjithë maturantëve që të aplikojnë menjëherë për të bërë pjesë e Policisë së Shtetit, e këtij vizioni për të garantuar lirit dhe të drejtat themelore të njeriut dhe gjithashtu për të dhënë kontributin e tyre në këtë angazhim publik i cili sa vjen dhe bëhet më tërheqës, sa vjen dhe bëhet më patriotik. Ministri Hoxha ju kujtoi të rinjve se të jesh pjesë e Policisë së Shtetit nuk është thjesht një profesion, por një mision. Këtë mesazh ai e dha pasi vetë vjen nga një karrierë gjatë në radhët e Policisë së Shtetit.